Tani, si t'ja bëjmë ne, të kemi i person të në studio, një e ka zonë zyni keq. Kolega, nuk e kisha për ty, ty nuk ka sy që të të zej. Po, atëherë... Dikush po mbetet beqare këtu. Në Indi, kuptohet, janë rritet. Ka rritet. Ka rritet, të cilat me fjallë përdorin shafranin edhe për syrin e keq. Dhe normal, po të shofim me fjallë kryesisht në Indi, që kemi parë në për filma dhe qëfar flitet, me fjallë gjithmonë shafrani përdoret si një erës shumë e mrekullueshme dhe të gjitha çajrat serviren me... Po si e hek pasyn e keq me pi çaj? A mund të bëj një pauzë, domethënë seriozitetin e bisedës, fal pauzë që është dikë që ka zënë syri keq dhe ka nevojë për shafran. A mund të bëj një thirrje? Orame! Ma, tani ma. Ata nuk e ka zënë syri keq. Ai e mban xhep me vete, mos i frikë. Po si bëhet, si është procedura? Nuk lahesha, të bësh fytyrë. Atëherë, shafrani duke ditur se është e fuqishme, ka dhe një ngjyrë shumë të mrekullueshme, normal në shumë rritet të ndryshme mund të ta përdorin edhe këtë pasi lahen. E djegin me tym, me kështu ç'a bën? Ka mënyra nga më të ndryshme që përdorin. Shikoj tutorial. Një mënyrë është që ato me fjalë pasi lahen, përgatisin pak shafran në një sasi me fjalë ujë dhe mundet të shplahen në fund njëra anë. Por, tjetra është se ata mundet dhe ta djegin. Ta djegin. Si që bëjmë për sherebela, e këto gjethet e dafinës. Kështu që mund të merren disa fije dhe mundet të përdoren. Ndërsa kolegë ti digju vetë, nuk ka rëndësi. Pra, po të shofim, ne që kemi vizituar dhe Turqinë, sa herë që shkojmë në për tregje në Istanbul, apo kudo dhe në Antalya, serviret direkt me fjallë dhe një çaj me shafran. Është i shtrenjtë, besoj. Sigurisht, me fjallë normal, ata e servirin gratis, për arsye që personi i cili do të afrohet në biznesin e tyre të jetë i qetë, pra të hiqet stresi nga kërkesa dhe ata të jenë të lirshëm për të zgjedhur dhe për të blerë. Zgjegim turqita.